Gjëja tjetër e re dhe e rëndësishme është që plazhet publike nuk janë në fund apo në fillim vetëm, që i bën të vështirë aksesin, por janë të ndërprera me qëllim që pushuesve të ndryshëm në segmente të ndryshme, aq më tepër në Durrës që është një vijë shumë e gjatë Bregdeti. Pjesa që ne kemi shumë të rëndësishme, drejtor, është bashkëpunimi i policisë së shtetit me policinë bashkiake dhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit. Ne kemi dy detyra kryesore. Para të mos lejojmë zaptimin e hapësirave publike dhe sigurisht atje ku do të ketë nevojë policia bashkiake do të kërkoj ndihmën tuaj, kjo është shumë e rëndësishme, por ne duhet të bashkëpunojmë edhe për sa i përket pasërtisë. Duket pak si e çuditshme ç'punë ka policia me këtë, po, ka të bëjë me krimin mjedisor. Shtohet në mënyrë eksponenciale sasia e mbetjeve që prodhohet. Ne, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Bashkia punon 24 orë duke filluar nga e diela data 15, kemi filluar kontratën për pastrim 24 orësh të gjithë vijës së plazhit. Gjithë çështja është që do të përdorim të gjitha masat që nga sensibilizimi, edukimi, pastrimi, por edhe masat të cilat kanë të bëjnë me gjobat, me tërheqjen e vëmendjes. Problemi më i madh që kemi, përveç pjesës së edukimit me qytetarët, janë shpeshherë subjekte, restorante, dyqane, të cilat në momente të caktuara i hedhin mbeturinat në vende të paparashikuara. Duam që policia, sidomos policia rrugore, policia e shtetit të jetë e vëmendshme ndaj këtyre gjesteve, sepse pa bërë shembuj disa raste flagrante, ne nuk do ja dalim dot të përballojmë një fluks që këtë vit do të jetë shumë më i madh. Prandaj e kemi shumë të rëndësishme që policinë e shtetit ta kemi në krah kur vjen puna për të tilla gjëra. Koordinimi mes nesh do të na garantojë që të mbajmë një plazh të pastër, një plazh të lirë, që do me thënë, në qoftë se unë ngul çadrën sot në mëngjes, vë dhe shezlonget e mia në hapësirë publike, i vë dhe zinxhirin dhe e lë aty gjatë gjithë sezonit, ky është po aq zaptim saq mund të ishte zaptim nga një subjekt privat. Kjo është detyrë e policisë bashkiake, policinë e shtetit e duam në ndihmë për këtë gjë. Kemi një